Në bashkinë e Sarandës, moti i paqëndrueshëm ka shkaktuar vonesa në punimin e tokave bujqësore. Fermerët janë përballur me vështirësi pasi kushtet e lagështa kanë penguar hyrjen e mjeteve bujqësore në parcela. Sipas specialistëve të bujqësisë në bashkinë e Sarandës, me përmirësimin e kushteve atmosferike, puna në terren ka filluar me intensitet të lartë. Fermerët po shfrytëzojnë çdo mundësi për të rikuperuar kohën e humbur dhe për të vijuar procesin e përgatitjes së tokës. Toka për këtë vit ardhi në të punuar pak më vonë se sa sezonet e tjera. Si rezultat i përmbytjeve dhe shirave të vazhdueshëm, nuk arrinim që të futnim mjetet bujqësore për të punuar. Dhe gjithmonë në pritje të përmirësimit të motit na u shtyr në kohë, kështu që edhe mbjellja e emisit është shtyr pak në kohë. Megjithatë jemi në afate dhe pothuajse tashmë kanë filluar edhe mbjelljen e emisit në tokat bujqësore që disponojnë fermerët tanë. Bashkia e Sarandës disponon rreth 2375 hektar tokë bujqësore, nga e cila 92% mbillet kryesisht me kulturën e misrit dhe foragjerës. Në territorin e bashkisë Sarandë shtrihen 2375 hektar tokë bujqësore, të cilat mbillen kryesisht me kulturën e misrit, dhe ajo që kemi gjën më të mirë si bashki, mbjellim rreth 92% të sipërfaqes së tokës. Kjo ka ardhur e mundur si rezultat i pastrimit të kanaleve vadice dhe kulluese, duke shpën ujin në kokën e secilës parcelë të mbjellë. Për sa i përket fermerëve, në territorin ton janë afërsisht 1650 fermerë, por shumica të larguar dhe tashmë janë marrë me qira nga fermerë të mëdhenj dhe operojnë rreth 50 fermerë të mëdhenj. Siç e thash dhe në fillim, kultivojnë kulturën e misit, pasi ne arrim në fushat e vurgut të marrim mbi 100 kuintal mise për hektar. Në këtë situatë, fermerët po vijojnë punën duke u mbështetur edhe në këshillat e specialistëve të bujqësisë, me synim që të shmangen dëmet e mundshme dhe të sigurohet një zhvillim sa më i miri i sezonit bujqësor në vijim.